Robërimi në El Istiftah, lutjen hapse. Dhe kur robi thot: Ti je i përlëvduar o Allah, ti je i lavdëruar, emri yt është i bekuar. Dhe pastaj madhëron dhe lavdëron atë në përsëritje me atë që i përshtatet atij, ai del nga gjendja e pavëmendësisë, e cila qëndron si një pengesë midis tij dhe Allahut. Pastaj e përshëndet dhe e vlerëson me shprehje që i përshtaten mbretërisë së tij kur hyn tek ai, për të përlëvduar dhe si një prelud ndaj nevojave të tij dhe kërkesave që ai shpreson sunduesi t'ia jap. Kjo është arsyeja pse lavdërimi pa pushim konsiderohet nga etika e shprehjes së robërimit ndaj Allahut dhe lavdërimit të tij dhe mjet përmes të cilit robi merr vëmendjen e Allahut, siç merr edhe kënaqësinë dhe miratimin e tij për t'ia përmbushur kërkesat e tij. Gjendja e robit në El Istih dhe El Kirait. Ndërsa robi është gati të këndojë nga Kurani, këndimi i paraprin me kërkim strehim tek Allahu nga shejtani i mallkuar, i cili kurrë nuk kursen asnjë përpjekje në përpjekjen e tij të palodhshme për ta mposhtur robin e Allahut, veçanërisht kur robi është në stacionin e nderit më të madh, domethënë në namaz, e ndërsa kërkon ta kryej veprën e vetme më të dobishme për këtë botë edhe botën tjetër. Prandaj ai shejtani është i vendosur zjarmisht që ta ndalojë robin e Allahut nga mosfalja e namazit në çfarëdo mënyre. E duke mos qenë në gjendje ta bëjë këtë, ai dëshiron ta shohë atë të përqendruar minimalisht, ashtu që zemra e tij të mos përfitojë prej namazit, duke futur kështu në zemrën e tij të gjitha llojet e përshpëritjeve dhe mendimeve, për ta shpërqendruar nga përmbushja e detyrës së nënshtrimit ndaj Allahut. Prandaj, Allahu e urdhëron robin e tij që të kërkojë strehim tek ai prej shejtanit të mallkuar para se ta fillojë këndimin e tij në namaz, për të garantuar kështu sigurinë e namazit të tij, në mënyrë që zemra e tij të ringjallet edhe të ndriçohet nga të kuptuarit që ai përvetson nga mendimi mbi fjalën e Allahut, pasi ai është zotëria, në dorën e të cilit është suksesi, mirësia dhe jeta e zemrës së tij. Kjo shpjegon gjithashtu se pse shejtani është i prirë të shpërqendrojë zemrën e tij nga të kuptuarit e fjalëve të Kuranit kur këndon. Është nga dija e Allahut mbi armiqësinë dhe pakënaqësinë e shejtanit kundër robërve të tij besimtar dhe pa aftësisë së tyre për t'u përballur me të, që ai, Allahu, urdhëroi kërkim strehim tek ai nga shejtani i mallkuar, kështu që Allahu t'u mjaftoi atyre kundër të keqes edhe dëmit të shejtanit. Është sikur ai t'u thotë robërve të tij, ju nuk mund të fitoni kundër këtij armiku, prandaj kërkoni strehim tek unë, dhe unë do t'ju mbroj kundër tij dhe do t'ju ruaj nga e keqja dhe dëmi i tij. Këshilla e Ibn Taymiyes. Shehu i Islam Ibn Taymije më tha dikur, duke shpjeguar përmes një shembulli metaforik qëllimin e kërkim strehimit tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Nëse ndonjëherë të leh qeni i bariut, duke përpjekur të sulmojë, mos u përfshi në një luftë me të. Përkundrazi, shko tek bariu dhe kërko ndihmën e tij, sepse ai do ta lidh qenin në zinxhir dhe do ta shpëtojë nga të lashët. Kur një njeri kërkon strehim tek Allahu nga shejtani i mallkuar, Allahu e mbron atë dhe e mban larg dëmit edhe ligësisë së shejtanit. Kjo do të lirojë zemrën e tij që të eksplorojë domethënien e fjalëve të Kuranit, të dëshmojë mrekullitë magjepsëse të tij dhe do t'ia mundsojë të mbledh prej thesarëve dhe xhevahirëve të tij, thesarëve që syri nuk i ka parë dot, veshi nuk ka dëgjuar ndonjëherë për to, dhe mendja nuk ka konceptuar dot asnjëherë ato. Janë vetëm dëshirat e tij epshore dhe shejtani që qëndrojnë si një pengesë midis tij dhe gjithë këtyre mrekullive, sepse përfshihen drejt përshpëritjeve dhe tundimeve të shejtanit. E megjithatë, sa më shpejt që robi distancohet nga shejtani dhe arrin të dëbojë atë nga zemra e tij, sunduesi merr përsipër përgjegjësinë e zemrës së tij, duke i lidhur atë fort për të vërtetën edhe duke i rikujtuar atë që do t'ia garantojë sigurinë dhe lumturinë e përhershme. Ndërsa robi i Allahut fillon të këndojë nga Kurani në mënyrë të efektshme, fillon t'i drejtohet Zotit të tij dhe ta therrasëtë. Prandaj ai duhet të ketë kujdes nga thirrja ndaj tij, ndërsa zemra e tij është angazhuar me diçka tjetër, pasi kjo do të bëjë që ai ta meritojë përbuzjen dhe zemrimin e tij.
Ai do të jetë si një njeri të cilit sunduesi i dhuroi nderin edhe mirësinë e tij, dhe më pas i dha leje të fliste para tij. Por ndërsa robi nis t'i flas sunduesit, pa një pa dy, ia ktheu shpinën, duke u kthyer fytyrën larg tij, gjë që bëri sunduesin të zemrohet edhe të tërbohet. Dhe nëse ky është rasti midis njerëzve, atëherë përbuzja dhe zemrimi i sunduesit, Zoti i gjithë botëve, mbështetësi të qiejve dhe të tokës, do të jetë për te imagjinatës. Gjendja e robit në El Fatiha. Robi duhet të pauzoj pak në fund të secilit ajet kuranor që këndohet nga sura El Fatiha për të pritur përgjigje nga Zoti i tij, sikurse pret të dëgjojë atë të thotë. Robi im më ka falenderuar kur ai këndon çdo lavdërim që i përket Allahut Perëndis, Zotit gjithësisë, El Fatiha, Kuran ajeti 2. Dhe robi im më ka lartësuar kur ai këndon mëshirues dhe përdëllimtar i madh, El Fatiha ajeti 3. Dhe robi im më ka glorifikuar kur ai këndon sundues të ditës së gjykimit. Dhe kjo është midis meje dhe robit tim. Dhe robi im do të ketë atë që ai kërkon kur ai këndon, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Përcillet në autoritetin e Ebu Hurerës, i cili tha se i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: Thot Allahu, e kam ndarë namazin në mes meje dhe robit tim në mënyrë të barabartë, dhe robi do t'i jepet çka ka kërkuar. Prandaj kur robi thot çdo lavdërimi përket Allahut, Perëndis, Zoti i gjithësisë, Allahu thot: Robi im më ka lavdëruar. Kur ai thot mëshirues dhe përdëllimtar i madh, Allahu thot: Robi im më ka lartësuar. Kur robi thot sunduesi të ditës së gjykimit, Allahu thot: Robi im më ka glorifikuar. Kur robi thot vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, Allahu thot: kjo është midis meje dhe robit tim, dhe robi im do të ketë atë që ai kërkoi. Kur robi thot udhëzona në rrugë të drejtë, në rrugën atyre që ke dhuruar mirësi, e jo në rrugën atyre që kanë shkaktuar pezmin tënd, as në rrugën atyre që janë të humbur, Allahu thot: kjo është për robin tim dhe robi im do të ketë atë që ai ka kërkuar. Vetëm ai që ka përjetuar shijen edhe ëmbëlsinë e vërtet namazit mund kuptoj se asnjë thënie tjetër nuk mund të zëvendësoj kurrë tekbirin dhe El Fatiha në namaz, ashtu siç asnjë vepër tjetër nuk mund të zëvendësoj qëndrimin në këmbë, rukun dhe sejdën në namaz. Kjo pasi çdo veprim dhe secila thënie në namaz ka një ndikim unik edhe përmban një përvojë të veçantë përveç përfaqësimit të nënshtrimit të adhuruesit ndaj Allahut. Fjala e Allahut çdo lavdërimi përket Allahut Perëndis, Zotit i gjithësisë, konfirmon përsosmërinë e emrave dhe cilësive të Allahut dhe deklaron përsosmërinë dhe përsinë e tij mbi çdo tëmet dhe mangësi, qoftë në lidhje me emrat, cilësitë ose veprimet e tij. Të gjitha veprimet e tij përfshin urtësi, mëshirë, drejtësi dhe dobi. Të gjitha cilësitë e tij janë të përsosura dhe të lavdëruara, dhe të gjitha emrat e tij janë supreme dhe të bukura. Kuptimet e Elhamd. Lavdërimet që janë drejtuar atij, Allahut, e plotësojnë jetën e kësaj bote dhe përjetshme, ashtu siç bëjnë qiejt dhe toka që gjithçka që gjendet midis tyre e që përmbahet brenda tyre. I gjithë universi deklaron falënderimin ndaj tij, krijimtaria, çështja e tij, ekzistenca dhe mos ekzistenca, si dhe qëndrueshmëria e tij i detyrohen falënderimit ndaj tij. Vërtet gjithçka ekziston vetëm për ta lavdëruar atë, sepse ky është objektivi dhe qëllimi i çdo krijese. Çdo objekt në ekzistencë dëshmon për lavdërimin që i takon atij, të dërguarit edhe librat që ai i dërgoi thonë se ai duhet të lavdërohet. Krijimi i xhenetit edhe xhehenemit bën thirrje për të lavdëruar atë. Xheneti i banuar me banorët e tij dhe xhehenemi i banuar me banorët e tij dëshmojnë për lavdërimet që kërkohen për të. Bindja dhe mosbindja e njerëzve dëshmojnë për lavdërimet që Allahu i meriton. Gjethet e pemëve nuk do të binin edhe as nuk do të lëviznin dot atomet, po të mos ishte për lavdërimin e tij. Lartësuar qoftë ai, është lavdëruar për qenien e tij, edhe nëse askush nga robërit e tij nuk do të lavdëronte, falenderonte ndonjëherë, ashtu siç ai është një dhe i vetëm, Ilah, edhe sikur asnjë nga robërit e tij të mos ketë qenë monoteist, dhe ai është Ilah i vërtet, i denjë për adhurim, dhe sikur asnjëri nga robërit e tij të mos kishte besuar në të,
Ai e falenderoi veten e tij përmes gjuhës së të dërguarit të tij alayhis salam, siç ka thënë i dërguari i Allahut alayhis salam. Allahu tha në gjuhën e të dërguarit të tij: Allahu e dëgjon atë që e falenderon. Transmeton Muslimi. Duke mbajtur këtë në perspektivë, është e qartë se është ai që falenderon veten e tij përmes gjuhës së robërve të tij, sepse kur një rob e falenderon atë, në fakt e falenderon vetëm për shkak të lejes së tij që falenderimet e tilla të deklarohen nga gjuha e tij dhe që ato janë vendosur në zemrën e tij përmes lejes së tij. Me të vërtetë atij i takon i gjithë falenderimi dhe atij i përket gjithçka. Në dorën e tij qëndron gjithçka e mirë. Ai është kontrolluesi absolut i gjithçkaje të dukshme dhe të padukshme. Kjo është vetëm një përmbledhje e shkurtër e aspekteve të panumërta të robërimit ndaj Allahut, të përfshira në këtë thënie elhamd. Kjo është vetëm një pikë ujë nga oqeani i njohjes së asaj që robërimi ndaj Allahut përfshin. Ndër implikimet e të qenit rob i vërtet i Allahut është ta kuptosh që falenderimi i tij për një dhunti e begati që ai ta dhuron është në vetvete e dejmë për ta falenderuar atë përsëri. Për shembull, vetë falenderimi i tij kërkon që ta falenderosh atë përsëri për lehtësimin e falenderimit të tij nga gjuha jote. Në realitet, sikur një person t'ia kushtonte secilën frymë të tij falënderimit të Zotit, qoftë edhe për një dhunti të vetme nga dhuntitë e panumërta, nuk do të mjaftonte. Kjo pasi askush nuk është i aftë të falenderojë atë mjaftueshëm, dhe edhe nëse nuk falenderon atë për ndonjë prej dhuntive të tij, duhet ta falenderosh për parandalimin e dëmeve dhe ligësive të paktën. Për më tepër duhet ta falenderosh Allahun që të udhëzoi për ta falenderuar atë. El Euzait përcjell: kam dëgjuar dikë të thotë, të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, nëse jo për ndonjë mirësi që ma dhuroi, të paktën për një dëm nga i cili më ruajti. Një aspekt tjetër i robërimit ndaj Allahut në elhamd është se ajo shënon një mirënjohje se po të mos ishte për udhëzimin e Allahut që frymëzoi dhe mundsoi që robi i tij të falenderojë atë, ai do të ishte i paaftë që të falenderojë atë. Ai prandaj falenderohet për këtë sepse ishte ai që e frymëzoi gjuhën edhe zemrën e tij për ta falenderuar atë. E me të vërtetë askush nuk do të udhëzohej nëse Allahu nuk do ta lejonte këtë. Nga aspektet e tjera të robërimit ndaj Allahut, që gjenden në elhamd, është se ajo përfshin madje dhe olësira dhe imtësi të rrethanave dhe gjendjeve të çështjeve të robit të Allahut, të fshehura dhe të njohura, të dashura dhe të përçmuara. Ajo madje mbulon detajet e rrethanave dhe kushteve të njerëzve në tërësi të tyre, të drejtave dhe të këqijave, dinjitozëve dhe të poshtëruarve. Në realitet, ai do të falenderohet për të gjitha këto edhe në qoftë se robërit e tij nuk janë në gjendje të kuptojnë urtësinë që qëndron përpara saj ose të kuptojnë madhësinë e falënderimit që ai meriton për të gjitha këto. Të falenderosh Allahun është një manifestim i udhëzimit që Allahu frymëzon në robërit e tij. Disa kënaqen duke falenderuar shumë atë, ndërsa ka të tjerë, pjesë të cilëve është minimale, varet nga niveli i njohurisë që ka robi për Zotin e tij. Tha i dërguari Muhammed alayhis salam: dhe atëherë ai do të më frymëzojë, të lavdërojë e falenderoj me lavdërimet e falenderimet të atilla, siç nuk i di tani. Do të lavdërojë e falenderoj me lëvdata dhe falenderime dhe do të bie në sejdë para tij. Sahih Buhariu dhe Sahih Muslim. Robërimi ndaj Zotit të gjithësisë. Këndimi i deklaratës: Zoti të gjithësisë. Kur robërimi ndaj Allahut manifestohet përmes njohjes së singulariteti dhe ekskluzivitetit të sundimit të Allahut nga robi i tij, ashtu siç ai është Zoti i botëve, krijuesi i tyre, ai që u jep jetë dhe administron punët e tyre dhe ai që u mjafton atyre, ai është gjithashtu Ilahu i tyre, i vetëm, të cilin ata e adhurojnë ekskluzivisht. Ilahu i tyre tek i cili strehon dhe tek i cili kthehen në kohë nevoje dhe vështirësie, sepse padyshim ai është Zoti vetëm dhe vetëm Ilahu i dejmë për adhurim. Robërimi ndaj mëshiruesit edhe përdillimtarit të madh. Fjala e Allahut. Mëshirues dhe përdillimtar i madh. Përfshin një aspekt të robërimit ndaj Allahut i cili është ekskluziv për të. Kur robi i Allahut e këndon këtë, ai dëshmon për mëshirën gjithëpërfshirëse të Allahut, e cila mbulon gjithçka dhe përqafon çdo qenie. Çdo krijesë gëzon një pjesë të mëshirës së tij. Në realitet është nga mëshira e tij që robi i tij qëndron në namaz para tij.
Është transmetuar që meleku Xhibril i thuhet çdo natë: le të ngrihet filani dhe filani për në namaz dhe le të qëndroj filani dhe filani në gjumë. Është mëshira e Allahut ajo që e vën njeriu në shërbim ndaj tij, ajo që e shtyn ta therras atë me fjalët e tij ynore, domethënë përmes Kuranit, të kërkoj mëshirën, mirësinë dhe udhëzimin e tij dhe të kërkoj solemnisht atij që ta përsos mirësinë e tij mbi të në këtë botë dhe në botën tjetër. Në të vërtetë mëshira e tij përqafon të gjitha gjërat ashtu siç ai përqafon të gjitha gjërat në diturinë e tij dhe lavdërimet e falënderimet e tij manifestohen në të gjitha gjërat. Allahu thot: o Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijen tënde. Ndërsa robërit e favorizuar futen nën mëshirën e tij, të tjerë privohen nga kjo mëshirë pasi ata janë përfshirë nga shijimi i mëshirës së tij ekskluzive, domethënë namazi. Robërimi ndaj sunduesit të ditës së gjykimit. Aspekti i robërimit ndaj Allahut, i cili manifestohet në sunduesit të ditës së gjykimit. Tregon për ulësinë dhe nënshtrimin e robërve të tij dhe drejtësinë e tij pafund. Ky aspekt tutje i bën thirrje robit që të përmbahet nga qenit i padrejtë ndaj vetes, duke shmangur gjunahet dhe të reflektojë mbi parimet dhe doktrinat e paraqitura në këtë ajet, përkatësisht pohimin e ditës së gjykimit dhe autoritetin e vetëm të Allahut për t'i marrë në llogari dhe për t'i gjykuar krijesat, domethënë njerëzit edhe xhinët, për të gjitha të mirat edhe të ligat. Të gjitha këto parime dhe kuptime presupozojnë falënderimet ndaj tij. Allahu tha: dhe do gjykohet mes tyre me të drejtë dhe u thuhet falënderimi qoftë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Zumer ajeti 75. Është transmetuar që e gjithë krimtaria, përfshirë banorët e xhenetit dhe ata të zjarrit, do ta lavdërojnë e falënderojnë Allahun atë ditë për drejtësinë dhe mirësinë e tij. Kjo është arsyeja pse Allahu i përgjigjet këndimit të robit që thot: çdo lavdërim, falënderimi i përket Allahut, duke thënë: më falënderoj robi im. Kuptimet e thana dhe temxhid. Kuptimet e thana dhe temxhid. Allahu falënderohet me atributet e tij të përsosmërisë në dy ajetet e para, pasi ajeti mëshirues dhe përdëllimtar i madh përsërit atributet e tij të përsosmërisë për të cilat përgjigjja e tij është: më glorifikoj robi im. Kjo, pasi fjala arabe thana i referohet të lavdërimeve, falënderimeve të shumëfishta, të cilat i ofrohen atij që është i denjë për t'u falënderuar e lavdëruar për atributet e tij të shumta të lavdërueshme. Prandaj thënia çdo lavdërim, falënderimi përket Allahut konsiderohet thana dhe mëshirues për njerëzimin dhe përdëllimtar i madh për besimtarët është cilësia dhe atributi i lavdërueshëm i mëshirës ndaj Allahut. Kur ajeti thot sunduesi të ditës së gjykimit, këndohet, domethënë robi i Allahut ja atribon Allahut atributin e vetëm të sundimit në ditën e gjykimit, ku drejtësia, krenaria dhe lavdia e tij, si dhe vërtetësia e të dërguarve të tij, janë realitet që ai është sunduesi i vërtet, të cilit i përkasin kjo botë dhe bota tjetër. Në përgjigje të këtij ajeti, Allahu thot: robi im më ka glorifikuar, sepse kjo mënyrë e lavdërimit quhet glorifikim, temxhid, meqense nën kupton lavdërimin e Allahut në lidhje me cilësitë e tij të madhështisë, lavdisë, drejtësisë dhe mirësisë. Robërimi ndaj vetëm ty të adhurojmë. Pas këndimit të ajetit vetëm ty të adhurojmë, robi i Allahut parashikon përgjigje nga Zoti i tij, e cila është: kjo është midis meje dhe robit tim, dhe robi im do të ketë atë që ai kërkon. Duhet të reflektoni mbi aspektet e robërimit ndaj Allahut që këto fjalë mbartin, siç duhet sot disni mbi përgjegjësitë që vijnë së bashku me secilën prej tyre. Veç kësaj duhet të njihni dallimin midis dhe fjalës në lidhje me robin e tij dhe duhet ta kuptoni arsyeën dhe urtësinë e përdorimit të këtyre fjalëve në një mënyrë të tillë. Duhet kuptoni edhe dallimin midis dimensionit të tauhidit dhe të shprehurit në vetëm ty të adhurojmë dhe dimensionit të tauhidit që përmbahet në vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe pastaj ta kuptoni qëllimin e vendosjes së këtij ajeti në mes midis ajetit të mësipërm mbi lavdërim të Allahut dhe ajetit pasardhës që përbën një lutje nga robi ndaj Allahut. Dhe të kuptoni urtësinë
Prapë vendosjes së pjesës vetëm ty të adhurojmë, përpara vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, si dhe urtësim prapa pjesës vetëm ty që i paraprim fjalës ta adhurojmë dhe pjesës vetëm prej teje që i paraprim frazës ndihmë kërkojmë. Urtësia prapa el istiane. Them urtësia pse pjesa vetëm ty të adhurojmë i paraprim pjesës vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, qëndron në atë se adhurimi ka për qëllim Allahun, ndërsa ndihma ka për qëllim robin. Allahu është ai që duhet adhurohet dhe është ai prej cilit kërkohet ndihmë. Pjesa vetëm ty të adhurojmë është kështu që robi të deklarojë se ja përkushton të gjitha adhurimet atij, përfshirë veprat e mira të kryera me sinqeritet. Do të thotë, ato janë të destinuara vetëm për hir të tij. Dituria e dobishme që njeriu e përvetëson, me të cilën ai e njeh dhe e do atë sinqerisht dhe me vërtetësi dhe e di se të adhurohet, është e drejta e Allahut mbi robën e tij, siç është e drejtë edhe kërkimi i ndihmës prej tij. Çdo adhurim i cili nuk lehtësohet nga Allahu dhe i cili nuk ka për qëllim sinqerisht dhe vërtet kënaqësinë e tij, do të bëhet i pavlefshëm dhe çdo përpjekje për të kërkuar ndihmë nga dikush tjetër përveç Allahut çon veçse në poshtërim dhe dështim. Meditoni mbi të gjitha dobitë që rrjedhin nga ky ajet, i cili e ruan, e mbron dhe mban gjendjen e pacënuar të robërimit të robit ndaj Allahut nga gjithë mangësitë dhe dëmet. Ky është një demonstrim i dukshëm i robërimit të pastër dhe të vërtetë ndaj Allahut. Veç kësaj duhet reflektoni se si gjithë mesazhi i Kuranit vërtitet rreth kuptimeve të përmbajtura në këtë ajet dhe jo vetëm atë, por edhe qëllimi prapa krijimit, thelbi i urdhëresave dhe ndalesave fetare, thelbi i shpërblimit edhe ndëshkimit hyjnor dhe thelbi i jetës së kësaj bote dhe botës tjetër, vërtiten rreth ajetit në fjalë. Reflektoni se si këto ajete përmendin objektivin më të madh nga të gjitha objektivat, domethënë adhurimin, dhe më të përsosurin nga të gjitha mjetet, kërkimin e ndihmës së tij dhe përdorimi imponues së narracionit të vetës së dytë, ty, në vend të përemrit të vetës së tretë, atë. Dhe me të vërtet një vëllim i tërë mund të kushtohet kësaj teme të veçantë, por nuk dëshiroj të devijoj nga tema kryesore, përndryshe do të kisha shtjelluar më tej. Nevoja e robit për udhëzonën në rrugën e drejtë. Robi i Allahut duhet të reflektojë thellë mbi atë se si ajeti, udhëzona në rrugë të drejtë, shpreh nevojat e tij të përhershme përmes kuptimeve të ndryshme, të cilat përfshin përkatësisht njohjen e së vërtetës, rrugën e drejtë të saj, të vepruarit sipas saj, kapjen fort pas saj, dhe 5, thirrjen e të dhe përballimin e dëmit të shkaktuar ndaj jush nga ata që i thirrni. Megjithatë, të qenit në një gjendje të udhëzimit përsosur nuk mund të realizohet përveç se nëse robi i Allahut është në gjendje të marrë udhëzime të plota. Kështu sa herë që ai dështon në disa aspekte që kanë të bëjnë me aftësinë e tij për të asimiluar udhëzimin, gjendja e iluminizimit të tij do të afektohet në përputhje me rrethanat. Kjo pasi robi i Allahut ka nevojë për këtë udhëzim si nga brenda ashtu edhe nga jashtë dhe në të gjitha çështjet madje. Divizionet e udhëzimit për të cilat robi ka nevojë. Vijueset janë llojet e udhëzimit për të cilat robi ka nevojë. E para, udhëzimi për t'u penduar nga gjithë veprat e gabuara, nga dituria e devijuar dhe nga qëllimet e pachiltra. Prandaj pasi robi ka nevojë të vazhdueshme për t'u penduar, si ka gjithmonë nevojë për këtë lloj udhëzime. E dyta, udhëzimi për t'u njohur me detajet më të hollësishme të besimeve dhe veprimeve për cilat ai në një kuptim të gjerë tashmë është udhëzuar. 3. Udhëzimi për çështjen që ai kërkon në mënyrë që ta përsosë më tej dhe ta maksimizojë udhëzimin e tij. 4. Udhëzimi për çështjet të cilat i duhen në të ardhmen ashtu siç i duhej në të kaluarën. 5. Udhëzimi për të pasur bindje të shëndosha në çështjen ku atij mungon ndonjë bindje. 6. Udhëzimi për të pasur bindje të shëndosha aty ku ka bindje të gabuara dhe të devijuara. Kjo formë e udhëzimit shfuqizon bindjet e tij të devijuara dhe i zëvendëson me ato të drejta dhe të shëndosha. 7. Udhëzimi për të pasur vullnet dhe dëshirë për çështje mbi të cilat ai posedon aftësi për të bërë dhe që duhet bërë, e për të cilat ai ende nuk ka dëshirë për t'i bërë.
8. Udhëzimi për të pasur dëshirë dhe aftësi për të bërë gjëra që duhet t'i bënte, por që ai as dëshiron, as është i aftë t'i bëj. 9. Udhëzimi për t'i ruajtur dhe mbajtur besimet, dijet dhe veprat e mira të shëndosha të cilat ai posedon tashmë. Në të vërtetë kërkimi i udhëzimit për robin është nga nevojat më të mëdha të tij. Është kërkesa më e rëndësishme e tij. Për këtë arsye Allahu dekretoi që robërit e tij ta lusin atë për udhëzimin e tij disa herë në bazë ditore, kur ai është në gjendjen e tij më të mirë gjatë 5 lutjeve obligative, domethënë namazeve, sepse gjitha kjo manifeston nevojën e madhe të robit për arritjen e këtij udhëzimi. Për më tepër, Allahu sqaron se rruga atyre që udhëzohen është e ndryshme nga rruga atyre që fituan zemërimin e tij, xhefutëve, dhe rruga atyre që hapëruan drejt gabuarës, krishterëve dhe të tjerët. Nga ky këndvështrim, njerëzit janë të ndarë në 3 lloje në kontekstin e udhëzimit. E para, ata që Allahu i favorizoi me udhëzimin e tij, megjithatë, pjesa individuale e atyre në këtë kategori varet nga sa udhëzim ka secili prej tyre. 2. Ata që janë në humbje sepse nuk kanë marrë as udhëzim dhe as ishin përgatitur për të. 3. Ata me cilët Allahu është i zemëruar sepse e njohin të vërtetën, por nuk e ndoqin atë. Ata që janë në humbje devijojnë nga e vërteta, sepse në kërkimin e tyre për të vërtetën, ata bëhen të humbur dhe të hutuar dhe përjedhoj të paaft për gjetur rrugën e duhur, duke i çuar ata në shkëputjen e plot nga e vërteta dhe dituria që çon në të. Ata që e fituan zemërimin e Allahut janë ata që pavarësisht se e njihnin të vërtetën, përsëri u devijuan prej saj dhe si pasojë, nuk përfituan asgjë nga njohurit e tyre sepse nuk pranuan të veprojnë mbi të vërtetën që e njihnin. Në anën tjetër, ata të cilët Allahu i ka favorizuar me udhëzim qëndrojnë larg për shkak të udhëzimit, dijes, besimit dhe veprave të tyre. Dhe Allahu është lehtësuesi i suksesit dhe udhëzuesi drejt së vërtetës.